As Gruevski dhe as Petkovski nuk u paraqitën në seancën e parë dëgjimore në gjykatën themelore Shkupi 2. Në seancën e parë të këtij procesi të ngritur pas padisë së kryeministrit Gruevski ndaj krehut të PSD-s Tito Petkovski, gjykatësi kërkoi që palët të paraqiten domosdoshmërisht në përballjen e radhës më 11 korrik. Kryeministri Gruevski ndodhet në Kin, ndërsa si rjedhoi kësaj nuk është paraqitur as Petkovski. Sipas avokatit të mbrojtës, afati nënditor deri në seancën e radhës është i pamjaftueshme që pala e Petkovskit të përgatitet juridikisht për mbrojtje. Kërkova që afati për seancën e ardhshme të jetë pak më i gjatë, pasi konsideroj se në këtë afat prej 9 ditësh, që për çudi nuk e di pse kërkohet me kaq ngutë, është shumë i shkurtër që disa gjëra, si ballafaqimi i parë dhe përballja kryesore, të përfundoj deri atëherë. Por, me siguri gjykata ka arsyet e veta pse vepron në këtë mënyrë. Ne duhet të respektojmë vendimin e saj. Padia ka të bëjë me tekstin që është botuar në gazetën Fokus në pjesën e pranimit të ndryshimit të emrit të Maqedonisë në Republika e Maqedonisë Shkupi. Janë dorëzuar disa dëshmi të cilat paditësi konsideron se dëmtojnë imazhin dhe dinjitetin e tij. Por do të shohim se në çfarë drejtimi do të zhvillohen ngjarjet në seancën e ballafaqimit të palëve. Kreu i PSD-s Tito Petkovski duhet të paguajë deri në 15.000 euro nëse shpallet fajtor për dëmtimin e imazhit të kryeministrit Nikola Gruevski. Kryeministri Gruevski ka paditur Petkovskin për shpifje ndaj tij në një tekst në gazetën Fokus të publikuar një vit më parë. Bëhet fjalë për shkrimin ku kreu i PSD-s ka deklaruar se Gruevski, përmes një letre të dërguar sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon, konfirmonte se ka pranuar propozimin e Nimisit për emrin e shtetit, Republika e Maqedonisë Shkupi, përpara samitit të Bukureshtit. Në padinë e Gruevskit theksohet se kjo akuzë është e pabazë dhe e ka prekur në shpirt. Por sipas avokatit të Tito Petkovskit mbetet e paqartë se si kryeministri do ta rikuperojë këtë gjendje shpirtërore me kompensimin që kërkon.